Më në fund në gjirin persik rikthehet qetësia, ndonë se një armpushim dyjavor, bota ka marrë frymëlërish kur sot herët në mëngjes në vend kërcënimeve për zhdukje civilizimi, erdhi ai i një pushimi zjarri dy palësh. Morën frymë edhe tregjet botërore të naftës, ku një fuqi ushit më në fund $95. Morën frymë Europa, e cila kishte bërë divorci me Trump për këtë konflikt, por konflikti i cili nëse telloi, do të tellonte edhe më shumë ndarjen e saj me Amerikën. Morën frymë vendet arabe të gjirit, të cilat edhe nëse nuk kanë ende të shkatruara ekonomit, ndjejnë se është shkatruar e ardhmja e tyre e afërt. Por një frymëmarrje që mund mos zgjasë shumë. 10 pikat e Iranit hedhur mbi tavolinë e bisedimeve, të cilat nisin Pakistan pas pak ditësh, kanë edhe largimin e gjithë trupave amerikane nga gjiri persik, si dhe reagimin e Trump, i cili e quajti këtë propozim si të pranueshëm për të diskutuar. Një largimi i trupave amerikane nga vendet arabe e kishte kërkuar me zë të lartë vetëm Bin Laden dhe dihet se çfarë përgjigje ai mori. Por tashmë askush nuk është i sigurt se largimin nga gjiri nuk e dëshiron dhe vetë presidenti Trump. Pasi pas këtij armpushimi, shtrohet një pyetje thuajse retorike. Kush e fitoi këtë luftë? Donald Trump thotë se luftën e fitoi ai. Nisur nga pikpamja ushtarake, sigurisht që ai ka drejtë. Makineria ushtarake amerikane është shumë e fortë dhe shanset e saj për sukses përballë atyre të Iranit janë 99-1. Kapacitetet ushtarake iraniane u pjesëtuan për 10. Lidershipi politik fetar ekstremist u godit deri në brezin e tretë. Irani do t'i duhet kohë të marrë veten pas saj goditje të dytë brenda vetëm 12 muajve. Proksit e tij në Liban, Siri, Yemen, Irak morën goditje thuajse fatale. Irani humbi pozita sulmuese dhe kaloi totalisht në mbrojtje. Por edhe Teherani tregoi dhëmt e tij. Sipas gjithë strategjive luftarake, është shumë e rëndësishme rezistenca në 2 javët e para. Dhe Irani rezistoi për më shumë se 2 javë. Ndërkohë historia ka treguar se të jesh më i fortë ushtarakisht nuk ta jep automatikisht fitoren tavolinë. Për shembull, ndërsa amerikanët vranë me miliona Viet Cong në Vietnam, rezultati u përcaktua nga gati 20.000 trupat amerikane që u vranë atë konflikt, nga i cili Nixoni u largua me fjalët "po largohemi se fituam". Paradoksalisht, kështu ngjajnë fjalët e presidentit Trump sot. Amerika ushtarakisht ishte më e fortë dhe tani ajo duket se po largohet nga konflikti. Duke lënë ama pas dyshimi nëse ajo e fitoi apo jo edhe këtë luftë. Një largim amerikan nga gjiri persik apo qoftë një dogan e përpashkët në thojza iraniano-amerikane për ngushticën e Hormuzit do të ishte një leksion i fortë historie, ku një regjim autokratik do të bënte një marrëveshje me tempullin botëror të demokracisë. Një largim total amerikan nga gjiri persik do të lindë zonën më nevralgjike të botës në dorë të Iranit, i cili është forcuar ndërkohë ideologjikisht, si të do të rihapte një betejë influencë të re, e cila shpejt mund të rrëshqiste edhe drejt armëve. Kuptohet, në mungesë të amerikanëve, rreziku që kjo të pillte një krizë të madhe botërore të naftës, të ngjashme me ato të opekut në vitet 70, do të ishte shumë i lartë. Për vetë ekonominë amerikane, ky do të ishte fundi i petrodollarit, politikës së Henry Kissinger, i cili lidhi pikërisht në vitet 70 monedhën amerikane me naftën e gjirit, duke rrezikuar një krizë depresioni në ekonominë më të madhe të botës. Tërë këto elementë që po shfaqen në mënyrën më të dukshme në menun e krizave globale, rrisin anksin jo vetëm të tregjeve, por dhe të familjeve, përfshirë dhe tonat shqiptare, se çfarë na pret nesër, edhe neve, që tashmë ashtu si gjithë bota, shpenzojmë në ushqime, në naftë apo në shtëpi tona, me kredit, interesat e cilave po rriten pa u ndjerë çdo ditë. Për këto do të flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rrjedhor. Do të flasim sot për zhvillimet më të fundit nga gjiri persik, nga konflikti midis Shtetit të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit, pas asaj shpallje në orët e para të mëngjesit, me orën tonë, të një armpushimi, një detante dyjavore mes Amerikës dhe Iranit. Për të folur për këtë çështje sot me mua janë Xhavit Shali, mbrëma Xhavit. Mbrëma general. Emilio Çika, më mbrëma Emilio, dhe Skënder Mingjozi, më mbrëma Skënder. Po, Skënderi më tha diçka para fillimit të emisionit që ky emision rrezik duhet ribër nga e para. Pse? Sepse natyrisht ka zhvillime të fundit në një vend, në një situatë tepër të komplikuar, ka reaguar për herë të parë Izraeli, i cili është pala e tretë për pjesëmarrëse në këtë konflikt. Kryeministri Benjamin Netanyahu, i cili këmbgult se marrëveshja e armpushimit Shtetet e Bashkuara Iran nuk është fundi i fushatës për të zhdukur
kërcënimin që paraqet regjimi iranian, ndërsa është zotuar të shkojë më tej për të arritur qëllimet ushtarake të Izraelit, pra për të vazhduar operacionin ushtarak. Në fjalimin e tij drejtuar kombit, kryeministri izraelit thotë se Irani është më i dobët se kurrë, ndërsa Izraeli më i fortë se kurrë, por theksoi se vendi i tij ka ende qëllime për të arritur në konflikt. Ky nuk është fundi fushatës, thotë Netanyahu, duke shtuar Irani po hyn në këtë negociata i mundur dhe më i dobët se kurrë, objektivat nuk janë përmbushur. Ndërkohë, duhet kujtojmë që presidenti Trump tha se Shtetet Bashkuara kanë përmbushur objektivat e tyre. Tani, Skënder, cilën palë besojmë, presidenti Trump ndërkohë sapo ka reaguar vetë thotë që ka shumë fake news që përpiqen të sabotojnë temi pushimin e arritur, po ndërkohë nuk besoj që ka fjalën për deklaratat e kryeministit Netanyahu, i cili duket që po deklaron që kjo marrëveshje nuk përfshin Izraeli. Pra Izraeli duket që do vazhdojë operacionet e veta ushtarake. Siç dihet dhe nga burimet mediatike Sokol, kjo është një marrëveshje e përpunuar në harkun e pak orëve në ndrysninë e atij ultimatumit vendosur nga presidenti Trump për ditën e martë ora 8 koha e Atlantikut lindor në SBA, pas cilës sipas tij do të zhdukej një civilizim 3000 vjeçar. Këtë thoshte presidenti. Bota u gdhi me një çlirim ankthi dhe stresi sot mjes, teksa mësoj që me ndërmjetësimin e pakistanezëve, pra qeverisë pakistaneze, palët kishin rënë dakord për një armëpushim dhe paralelisht me lajmin e armëpushimit u bë publike një dokument, prej 10 pikash, e cila në fakt është platforma iraniane e arritjes së armëpushimit, pra është qëndrimi i një palë në lidhje me armëpushimin. Dhe si i tillë është maksimaliste dhe është realisht në favor të Iranit, sepse... Unë e tash real, kërkesa që të largohen trupat amerikane nga i gjithë vendet e gjirit, patjetër. Ku futet Arabia Saudite, që të sigurohet një farë kontrolli në vijimësi në Iranit, edhe mbi ngushticën